Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Jam 22 vjeçe dhe sapo kisha mbaruar studimet për financë. Për shumë kohë kisha pritur atë moment të dilja nga bankat e shkollës dhe të përballesha me botën reale. Por sa më shumë afroja ai moment, aq më shumë kuptoja që nuk ishte aq e thjeshtë. Diploma ishte në dorë, por eksperienca mungonte. Dhe pa eksperiencë askush nuk të jep një shans të vërtetë. Kështu fillova të aplikoj kudo, CV pas CV-je, email pas emaili. Disa nuk merrnin përgjigje fare. Disa të refuzonin me njëherë, çdo ditë filloi të dukej njësoj. Derisa një ditë mora një telefonat. Ishte një kompani që kërkonte një intern për financë. Internship i papaguar, por për mua nuk ishte rëndësi. Doja vetëm një mundësi për të hyrë në sistem, për të mësuar si funksionon puna nga afër. Intervista shkoi më mirë nga sa unë e prisja. Shefi duke i qetë, me përvojë, fliste me siguri. Më pyeti për studimet, për ambicjet, për atë që prisja nga eksperienca. U përpoqja të jepja më të mirën time. Më tha pastaj, mund të fillosh javën tjetër. U ndjeva sikur më në fund po hapja një derë të re. Dita e parë ishte plot emocione. U zgjova më herët se zakonisht. Zgjodha rrobat me kujdes, doja të dukesha serioze, profesionale. Nuk doja të dukesha si vajza e vogël që sapo ka dalë nga shkolla. Kur mbërita në zyrë, gjithçka më dukej e madhe. Njerëzit ishin të zënë secili në punën e vet. Ndjeva pak siklet, por edhe një lloj krenarie që isha aty. Më thanë të prisja pak në recepcion. Pas disa minutash ai erdhi. Shefi. Mirë se erdhe, më tha me buzëqeshje. Më ftoi menjëherë në zyrën e tij për të njohur më mirë. E ndoqa. Zyra ishte e rregullt, serioze, me dokumenta dhe një tavolinë të madhe. Ai u ul dhe më bëri një shenjë që të ulesha përballë. Të bëj një kafe, më pyeti. Pranova, më dukej një gest i sjellshëm. E përgatiti vetë dhe më dha. Ja pra, dita e parë duhet filloj mbar. Tha me një buzëqeshje që në atë moment më dukej normale. Ulëm përballë njëri tjetrit dhe filluam të flisnim. Në fillim gjithçka ishte ashtu siç duhet. Më pyeti për universitetin, për lëndët që më pëlqenin, për planet e mia në të ardhmen. Ju përgjigja me kujdes, duke u përpjekur të dukesha e sigurt. Pas disa minutash diçka ndryshoi. Nuk ishte e menjëhershme, ishte graduale. Filloi me komente të vogla. Je shumë e re për këtë fushë, por ke një prezencë shumë të mirë. Në fillim qesha, pa e marrë seriozisht. Mendova, ndoshta po përpiqet të jetë miqësor. Por më pas ai vazhdoi. Do e kesh më të lehtë se të tjerët. Njerëzit të vënë re menjëherë. Në atë moment ndjeva siklet. Nuk ishte më thjesht një bisedë profesionale. Ai u mbështet pak përpara në tavolinë. Është e rëndësishme të kesh njerëzit e duhur në krah, sidomos në fillim, tha duke më parë drejt në sy. E kuptova tonin, nuk ishte një këshill e zakonshme. Ishte diçka që më bënte të ndjesha në siklet, edhe pse nuk ishte e thënë drejt për drejt. U përpoqja ta kthej bisedën te puna. Çfarë detyrash do kem konkretisht? E pyeta. Ai u përgjigj shkurt dhe pastaj e ktheu prapë te unë. Pra jo te puna, por te unë. Ndjeva që situata po dilte nga kontrolli dhe nga ajo që unë e kisha imagjinuar për ditën e parë. Ai buzëqeshte shpesh, por ajo buzëqeshje nuk më jepte më qetësi si në fillim. Më jepte dyshim, ndjesinë që duhet isha shumë e kujdesshme. Pas disa minutash vendosa të ngrihem. Mendoj të filloj me pjesën e punës, të mos u mbasim kohë, thash. Ai më pa për një moment dhe buzëqeshi. Kemi gjithë kohën për t'u njohur. Ajo fjali më mbeti në mendje. Dola nga zyra dhe ula te një tavolinë bosh që më kishin caktuar. Pash përreth të gjithë punonin normalisht, sikur asgjë nuk ishte ndodhur.
por për mua diçka kishte ndryshuar. Entuziazmi i mëngjesit nuk ishte më i njëjtë. Nuk isha më ajo vajza që mezi priste të mësonte. Isha një vajzë që kishte kuptuar diçka shumë shpejt. Jo çdo vend pune është siç duket. Jo çdo mundësi është e pastër. Ndonjëherë sfidat nuk janë vetëm profesionale, por edhe personale. Ditët që pasuan i kalova me shumë kujdes, mbajta distancë, u fokusova te puna, shmanga çdo situatë që më bënte të ndihem në siklet. Brenda vetes mora një vendim. Nuk do sakrifikoja respektin për veten për një eksperiencë. Ajo që nuk ta mëson askush në universitet është pikërisht kjo. Mund të humbasësh një vend pune, por nuk duhet të humbasësh kurrë veten tënde. Jam 22 vjeçe dhe sapo kisha mbaruar studimet për financë. Për shumë kohë kisha pritur atë moment të dilja nga bankat e shkollës dhe të përballesha me botën reale. Por sa më shumë afroja ai moment, aq më shumë kuptoja që nuk ishte aq e thjeshtë. Diploma ishte në dorë, por eksperienca mungonte. Dhe pa eksperiencë askush nuk të jep një shans të vërtetë. Kështu fillova të aplikoj kudo, CV pas CV-je, email pas emaili. Disa nuk merrnin përgjigje fare, disa të refuzonin me një herë, çdo ditë filloi të dukej njësoj. Derisa një ditë mora një telefonat. Ishte një kompani që kërkonte një intern për financë. Internship i papaguar, por për mua nuk ishte rëndësi. Doja vetëm një mundësi për të hyrë në sistem, për të mësuar si funksionon puna nga afër. Intervista shkoi më mirë nga sa unë e prisja. Shefi duke i qetë, me përvojë, fliste me siguri. Më pyeti për studimet, për ambicjet, për atë që prisja nga eksperienca. U përpoqja të jepja më të mirën time. Më tha pastaj, mund të fillosh javën tjetër. Unë ndjeva sikur më në fund po hapja një derë të re. Dita e parë ishte plot emocione. U zgjova më herët se zakonisht. Zgjodha rrobat me kujdes, doja të dukesha serioze, profesionale. Nuk doja të dukesha si vajza e vogël që sapo ka dal nga shkolla. Kur mbërita në zyrë, gjithçka më dukej e madhe. Njerëzit ishin të zënë secili në punën e vet. Ndjeva pak siklet, por edhe një lloj krenarie që isha aty. Më thanë të prisja pak në recepcion. Pas disa minutash, ai erdhi. Shefi. Mirë se erdhe, më tha me buzëqeshje. Më ftoi menjëherë në zyrën e tij për të njohur më mirë. E ndoqa. Zyra ishte e rregullt, serioze, me dokumenta dhe një tavolinë të madhe. Ai u ul dhe më bëri një shenjë